Besimtarët Bektashin festojnë Sultan Novruzin, një nga festat më të rëndësishme të tyre, ditëlindjen e të madhit Imam Aliu. Fëmijë, gra e burra të gjitha moshave mblidhen bashkë në kryegjyshatën botërore në Tiranë dhe në rrethe. Dëshirat dhe lutjet e tyre shkojnë për më shumë lumturi dhe dashuri mes njëri tjetrit, duke i shprehur nëpërmjet qirinjve të ndezur, një nga rritjet e kësaj feste. Kryegjyshi botëror i Bektashinjve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, ju drejtua besimtarëve Bektashin me një mesazh për të dashur dhe ndihmuar më shumë njëri tjetrin. Të kujdeseni për paqen jo luftrat, theksoi Baba Mondi në mesazhin e tij të urimit. Në çdo degë një mber, në çdo pemë faltore, vinë falë në zogjë, madhërisë hyjnore. Në i zogën fakir, në i sjepe i të i birë, mu që të vala një ashku me letja i madhi pirë. Ja Ali, 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 ja Hasan e Husen, o të ashke, o të flak, që në zemë për azjen, shenëtorë të vërtet, rodu dhe bëhen flutur, ju si drita me së brenda, si bërtham në zë përfutur. Ali Zoti e kryoj, që kur se kryoj dritën, para se miliard djej në përqie u vërtitën, para se miliard djej u vërtit në përqie, para se Ademi Gjakut i padrjevu në përdej. Zotë o Zotë të qofshin farë, na nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe i prano, këtë lorë dhe këtë lutje, gjithë lavdir dhe salavatet, i adhurojnë pejgamberit dhe alimit e zajt dhe i të ditës mashet. Pas anda një re zez dita djelit pas e pas, rambi nurin Aliu, ky katili Qerbelas. Ky katili Qerbelas, më dhe jedna ka plagosur, sa na vete buza prapa, qaj me s'ka të sosur. Edhe në gjyshatën Bektashiane në Vlorë është kremtuar Sultan Novruzi, e ndërsa ka munguar një ceremoni për shkak se gjithë vëmendja e kësaj feste zhvendoset në Tiranë, në kryegjyshatën botërore, besimtarët e kanë vizituar edhe këtë vend të shenjtë, ku kanë kryer ritet përkatëse, por kanë ndezur edhe qirinj. Ata urojnë për sa më shumë paqe, begati dhe dashuri. I urojmë gjithë besimtarëve Bektashin, gëzuar festën e Sultan Novruzit dhe mbarësitë e begatit që në familjet e tyre, që të gjithë. Një ditë e veçantë për të. Po, për besimtarët Bektashin, siç e ne që vim, besojmë të që është një ditë e veçantë. Po, bëjmë çdo vit kur kemi mundësi tonë, e bëjmë në një kurban në të që. I uroj të gjithë besimtarët të plotësojnë dëshirat. Gëzuar festa e Novruzit për të gjithë e qoftë e mbar. Fjala Novruz do të thotë ditë e re, dhe kjo ditë ka origjinën që erët. Në Shqipëri filloi të festohej që kur u përhap bektashizmi në shekullin e 14. Dita e Sultan Novruzit përkon me ditën e lindjes së Imam Aliut, një nga shenjtorët më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe i pari 12 imamëve. Prandaj kjo festë për bektashinjt përfaqëson një ditë të shënuar dhe më të bekuarën e vitit.